Brenda këtij muaji pritet që të nisë asfaltimi lotit të parë të rrugës pjesë Lungomare 3 nga tuneli në ujë të ftohtë deri në Jonufër. Lajmi konfirmohet për televizionin 6+1 Vlora nga kryebashkiaku i Vlorës Ermal Dredha. Investimi i cili prej vitesh ka mbetur në këtë situatë për shkak edhe të problematikave që ka patur, por që tashmë po ecën me ritme. Sa i përket Lungomare 3, pritet që të konkretizohet me asfaltimin e rrugës, që ishte kthyer të paktën për 3 sezone rresht, gangren për qytetarët por edhe pushuesit e turistët, vendase të huaj, të cilët kalonin përgjatë Bregdetit në këtë rrugë, mjaft të rëndësishme që lidh qytetin me Orikumin por edhe me zonën e Himarës dhe Sarandës. Tashmë asfaltimi do të nisë dhe kryebashkiaku Ermal Dredha thotë se puna pritet të startojë javën e ardhshme. Ajo rrugë fillon javën tjetër, kemi marrë dakordsi me Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe fillon edhe asfaltimi i gjithë zonës, e cila do të sjellë edhe pak qetësi në mendjet e atyre që bëjnë biznes në atë segment. Pra të paktën do të asfaltojë edhe gjitha. Lungomare 3 Lungomare 3 do të bëhet asfaltimi, fillon asfaltimi dhe është gjë e mirë. Brenda muajit mars pritet që do përfundojë asfaltimi i lotit të parë të kësaj rruge nga tuneli në ujë të ftohtë deri në Jonufër, e më pas për të vijuar me lotet e tjerë deri në përfundimin e këtij investimi të rëndësishëm që pritet të jap njohov të ri sezonit turistik të këtij viti, por edhe sezoneve që do të pasojnë. Megjithatë, drejtuesit e automjeteve si dhe pushuesit vendase të huaj duket se gjatë sezonit veror të këtij viti do të kenë një akses edhe më pozitiv sa i përket kësaj rruge, e cila në këtë situatë ishte kthyer në problematike dhe një gangren e vërtet për ta, duke amortizuar edhe automjetet.